Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو تفلندريمت تكون الله تلارتسوار كريوس الجسيس. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Allahut, më zgjedhurit njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Paqja, shpëtimi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Elus Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Mëshira dhe falja e Allahut të lartësuar le të jetë mbi të gjithë ju. Elus Allahun e lartësuar që lutjet tona, adhurimet tona dhe ibadetet tona ai t'i pranoj. Elus Allahun e lartësuar fillimisht që t'na falë të gjithë neve. O Allah, nëse ti nuk na falë, nuk ka askush tjetër që na falë. O Allah, nëse ti nuk na mëshiron, askush tjetër posteje nuk na mëshiron. O Allah, na bëj të mundër që ne të përmallohemi për faljen tënde. O Allah, na bëj të mundër që ne të përmallohemi për pendimin ndaj teje. Të nderuar shikues, besimtarët muslimanët janë të sprovuar dhe vetë jeta në këtë botë është sprov. Muslimanët, besimtarët e drejt, të vërtet, gjatë gjithë historisë ata janë sprovu. Në krye me pejgamberët të dërguarit të Allahut, pastaj ata të cilët i besuan atyne kaluan në për sprova të ndryshme. Të nderuar, nuk duhet të harrojmë se Allahu Azza wa Jall na sprovon dhe neve na teston. Allahu i lartësuar sprovon besimtarin. Sprova është dhe do tjetë, po aq ai sa ka mundësin që ta përballoj. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon ma tepër sa saj nuk ka mundësi që të bëj. Por është e rëndësishme që ne të qëndrojmë, të mbahemi. Është e rëndësishme që ne ta kërkojmë ndihmën e Allahut të lartësuar, edhe atëherë kur ne jemi të lirë, edhe atëherë ne kur jemi të sprovuar, edhe kur jemi të shëndetshëm, edhe kur jemi të sëmur. Fitnet, sprovat janë të mëdha. Elus Allahun e lartësuar që besimtarët muslimanët kudo që jetojnë, Allahu t'i ruaj prej sprovave. Të nderuar,
sprovat vjen, problemet vjen, telashet zmadhohen për shkak të përhapjes së të keqes në vendin ton, në vendet ku jetojnë muslimant, ku jetojnë besimtarët. Turbullirat e ndryshme, problemet e ndryshme, sprovat e mëdha që ka kaplu botën bar, janë rezultat i veprimeve të liga dhe të dopta të besimtarve dhe të muslimanve. Nëse dëshirojmë që ne ti te i kalojmë sprovat, ti te i kalojmë telashet, ti te i kalojmë problemet, atëherë ti kthehemi fes, ti kthehemi islamit, ti kthehemi besimit, ti kthehemi Kur'anit, ti kthehemi sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta pengojmë të keqen me dorë, ta pengojmë të keqen me gjuhë, të mobilizojmë edhe të marrim masat preventive që ne të ruhemi nga e keqja, duke e luftu, duke e pengu. Të nderuar vëllezër besimtar, për momentin pengimin e të keqes, eliminimin e të keqes, po citojmë, po kujtojmë zbashku, apo tem boshti do tjetë rreth pengimit të së keqes dhe mos pengimi i saj çfarë pasoja sjell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Ebi Said el-Khuderiu, thot sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Transmeton hadithin Muslimi, që do thot: Ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. I dërguari Allah thot: kush prej juve nga ju e sheh një të keqe, leta largoj, leta ndryshoj me dorë, fa in lam yastati' fa bilisani, e nëse nuk mundet këtë ta bëj, ta pengoj me dorë, atëherë leta pengoj, leta luftoj me gjuhë, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dhalika adhafu al-iman. Por nëse as me gjuhë nuk ka mundësi që ta pengoj, atëherë leta urrej me zemër, por kjo është imani më i dobët. Të nderuar shikues, pse të pengohet e keqja? Pse mos me elon gjunahin haramin me u bo? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, porosit që e keqja të pengohet, e keqja të largohet, mos lihet e keqja që të veprohet. Dhe në hadith potencohen përmendën 3 fazat: e para me dorë, e dyta me gjuhë, e treta me zemër urrejtja, por kjo është një pjesa më e dobët e imanit, besimit. Atëherë, cila është dispozita, hukmi i largimit i dhe i pengimit të së keqes? Ajo që dietarët na mësojnë se pengimi i së keqes është gjë e detyrueshme, obligative. E
E keqja duhet pengohet, e keqja duhet largohet. Sepse urdhrimi në të mirë, duke urdhëruar në të mirë dhe duke ndalu nga e keqja, e ke kry emanetin dhe porosin që Allahu i lartësuar kërkon prej teje dhe prej meje. Allahu i lartësuar kërkon prej çdo besimtari dhe besimtareje, çdo muslimani dhe muslimaneje. Ti i nderuari vëlla besimtar dhe motër muslimane, sa e ke gatishmërin me e pengu të keqen? Prej te nuk lypët që ti ta pengosh të keqen aty ku nuk ke fuqi dhe mundësi, edhe Allahu i lartësuar ty nuk ta kërkon një gjatë të tillë. Për ti je zot shtëpie në shtëpinë tënde, apo zoj shtëpie në shtëpinë tënde, këtu sa merr gatishmëri, guximin sa e merr dhe sa e ki gatishmërin që ta pengosh të keqen në shtëpinë tënde, në familjen tënde, në atë që ti ke mundësi dhe ke kompetenca, ingerenca që ta pengosh të keqen. Kjo është e rëndësishme, që ti, ai apo ajo, ta kuptoj njëherë e përgjithmonë. Ndërsa neglizhimi, lënia e skeqës, përhapja ajo sjell pasoja që në vazhdim me lejen e Allahut do t'i kujtojmë disa prej tyre. Pyetja, pse ta pengosh të keqen? Pse të urdhërosh në të mirë dhe të ndalosh nga e keqja? Pse me i këshillu njerëzit? Pse me i porosit? Pse me i udhëzu? Pse me u tërheq vërejtjen prej haramave? Haramet kanë marrë për masa të mëdha. Alkoolin kulminacion, pihet gati si uji. Zinaja, prostitucioni, kurnia me të madhe bëhet dhe kush nuk i jep. Populli thot një fjalë 5 pare për një gjatë tillë. Hap ta zbohet harami publikisht bëhet. Droga, komari, bigjozi, kamata, e shumë harame dhe dukuri tjera. Për këto negativitete, për këto harame, për këto të ndaluara, njerëzit duhet flasin, njerëzit duhet t'i luftojnë, po që se nuk urdhërohet në të mirë dhe ndalohet nga e keqja, vin pasojat, vin sprovat, vin telashet, vin tërmetet, ndodhin shkatrime, humbje, vërshime, etjer, ndodh edhe këtu tsunami, ndodh edhe këtu që rafshohen për toke shtëpit. Pse? Sepse haramet nuk kanë të ndalun. Askush nuk urdhëron të mirë, askush nuk ndalon. Të nderuar, të gjithë kemi përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Të gjithë kemi me dhënë llogari dhe përgjegjësi para krijuesit Allah. Sa jemi angazhu që ta pengojmë të keqen? Sa kemi punu? Varësisht prej pozitave që janë dhe i kanë njerëzit. Prindin shtëpi duhet kujdeset dhe duhet kërkoj llogari prej antarëve tjerë familjes se çka ndodh dhe çka bëhet, ku shkojnë, kur vinë në shtëpi, kur dalin prej shtëpie. Ai atje mësuesi në arsim, në shkollë, drejtori në shkollë, imami në xhami, të gjithë duhet të angazhohen, të gjithë duhet të punojnë, të gjithë duhet të kontribuojnë që ta largojnë të keqen. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Në hadithin e lartë përmendur tha, dikush për juve e shenjë një të keqe, largoje me dorë. Nëse nuk mundesh atër fol, nëse nuk e ke mundësin me largu, me eliminu, me pengu të keqen, pse nuk flet? Pse nuk e jep një ligjerat? Pse nuk e mban një fjalim? Pse nuk e shkruan një artikull, një shkrim? Pse nuk e boton një libër që të kontribosh dhe t'jesh pjesëmarrës në largimin e së keqes? Pse të e largohet, të luftohet e keqja? Djetarët kanë numru disa përparsi të kësaj dhe në vazhdim po i kujtojmë disa prej tyre të nderuar. Të luftohet e keqja apo luftimi së keqes, pengimi i haramit është detyrë e pejgamberëve të Allahut. Pejgamberët e Allahut, të dërguarit e Allahut, patën mision dhe detyrë që ata t'i largojnë njerëzit prej besimeve të këqija dhe të kota, që ta besojnë Allahun një krijuesin e tyre. Pengimi së keqes është cilësi e besimtarëve të devotshëm, besimtarët e mirë, besimtarët e sinqert, ata të cilët e kanë frikë Allahun e lartësuar, ata mundohen, angazhohen, hargjojnë energji që ta largojnë të keqen. Te i nderuar i vëlla besimtar dhe motër muslimane, mate vetën ku je. Besimtarët e mirë e pengojnë të keqen, e pengojnë haramin, gjinojnë. Ti a je prej tyre? Pse të pengohet e keqja? Sepse është simbol i ummetit. Kuntum khajra ummetin ukhrijat linnas. Jeni prej ummeteve më të mira para njerëzimit. Pse këtë mirësi? Ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni në të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe pengoni e mohoni munkerin, të keqen, wa tu'minuna billah, dhe e besoni Allahun një. Për këtë arsye të pengohet e keqja. Pastaj pengimi së keqes, ata të cilët e marrin një hap të tillë për ta penguar të keqen, këta janë burrat dhe njerëz të mirë. Pengimi së keqes pastaj e sjell edhe fitoren. Pengimi i haramit, këqijave, dukurive negative, e sjell, e ofron fitoren, e sjell dhe e ofron lirin. A ka njëri të mençur i cili nuk e don lirin? Nuk e don fitoren? Nuk i don të mirat e Allahut Azza wa Jall që Allahu i ka kriju në tokë? Nuk ka njeri të mençur i cili nuk i don këto. Po njeriu i mençur është ai i cili angazhohet dhe përpiqet që ta pengoj të keqen, që ta realizoj dhe ta fitoj fitoren dhe lirin. Pastaj ata të cilët pengojnë dukurit negative, marrin guximin në emër të imanit dhe besimit, duke ju përmbajtur të gjitha standardeve që i kërkon Islami, sheriati Islam, kanë realizu edhe fitoren. Ata të cilët e kanë pengu të keqen, Allahu Azza wa Jall i ka shpëtu dhe i ka rujt nga fatkeqësit. Këto ishin disa përparsi, disa të mira për ata që e pengojnë të keqen. Për
me drejt mund të shtrohet, mund të paraqitet edhe kjo pyetje, por nëse nuk pengohet e keqja, cilat janë pasojat? Nëse nuk e lufton haramin, nëse nuk i lufton haramet, dukurit negative që i përmendëm pak më lart, e shumë të tjera, cilat janë pasojat? Pasojat janë të shumta. Për disa prej tyre për momentin po i veçojmë dhe po i kujtojmë së bashku. Alus Allahun e lartësuar na bëj për atyre që ne kuptojmë fjalën e tij. Na bëj për atyre që mbjell sinqeritet Allahu në zemrat tyre dhe kemi sinqeritet. Dhe ajo shkathohet dhe veprohet, let jetë dhe let bëhet vetëm se për Allahun e lartësuar. Nëse nuk e pengon të keqen ti i nderuar i vëlla besimtar dhe motër e nderuara muslimane, cilësohesh dhe llogaritesh, rangohesh dhe listohesh në listën e njerëzve dyftyrsha munafika. Allahu na ruaj. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "El munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd." Dyftyrshat dhe dyftyrshet, munafikët dhe munafiket, pra ata janë të lidhun dhe përmbojnë njëri tjetrin, janë si njëri si tjetri, e cilat janë karakteristikat e tyre, cilësitë e tyre, qëndrimet e tyre, bindjet e tyre. Allahu Azza wa Jalla thot: "Ya'muruna bil munkar." Ata urdhërojnë punë të këqija. Ata porositin për punë të këqija. Cilësi e besimtarëve të mirë janë urdhërojnë në të mirë. Besimtarët e mirë urdhërojnë në të mirë, kursa të këqijt munafikat dyftyrshat urdhërojnë në të keqet, pra të kundërtën e bajnë. Wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Njëherit edhe pengojnë të mirën, e pengojnë përparimin, e pengojnë suksesin, e pengojnë veprën që Allahu i lartësuar e don dhe pejgamberi i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Këto janë cilësitë e tyre. Ata të cilët nuk pengojnë të keqen, listohen dhe rangohen në listën e dyftyrshave. Pastaj, ata të cilët nuk pengojnë të keqen, Allahu Azza wa Jall i sjell sprova dhe belaja dhe telashe ndaja dhe të ndryshme. Pastaj ata të cilët nuk pengojnë të keqen, Allahu Azza wa Jall të nderuar shikues, Allahu atyne njerëzve nuk ja bën kabul, nuk ja pranon duan dhe lutjen. Ndalu dhe mendo, ndalu dhe analizo, ndalu dhe kujto. Ti e sheh një të keqe, e sheh një dukuri negative, dhe ti ke mundësi me e pengu me dorë, ke mundësi me e largu me dorë, apo e ke mundësin e të folurit, luftimit të keqes, dhe një gjatë të tillë nuk e bën, Allahu i lartësuar duan tënde nuk e pranon. Allahu na ruaj. Allahu i lartësuar thot: do të urdhëronin të mira në të mirë, e do të ndalonin nga e keqja. E kur kjo nuk kryhet, kjo nuk bëhet, atëherë Allahu subhanahu wa taala ju sprovon me një dënim. Jo, a pastaj i luteni ati Allahut, por ai nuk ju përgjigjet lutjeve tuaja. Gjithashtu, prej pasojave mos urdhërimit në të mirë, mos ndalimit nga e keqja, mos pengimit të keqes është
Allahu Azza wa Jall mallkon dhe largon nga mëshira e tij njerëzit të cilët nuk veprojnë, nuk punojnë. Atëherë, të nderuar shikues, të ndalemi, të mendojmë në këto fjalë të Allahut të lartësuar që i përmendëm deri më tani. Dhe që prej këtij momenti, me sinqeritetin më të madh, me gatishmërinë më serioze dhe me energjinë dhe fuqinë që e ke, nga ky moment vendos që ta pengosh të keqen. Vendos që ti të kontribosh për dinin e Allahut, për fjalën e Allahut, për ngritjen e fjalës së tij, me të vetmin qëllim që ta realizosh porosinë e Allahut Azza wa Jall, ta fitosh mëshirën e tij, faljen e tij, ta arrish edhe fitoren e tij, duke pengu të keqen dhe duke urdhnu në të mirë. Mendimtarët, njerëz të mequr, në lidhje me këtë çështje dhe me këtë segment parësor, kanë thënë, Thauriu, një prej dietarëve të vëllait, prej të parëve tonë, ka thonë, në lidhje me urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga keqja, thot, atëherë kur urdhërove për të mirë, e ke ndihmu besimtarin. Që do thot, sa herë që urdhëron për të mirë, e urdhëron dikon, e porosit, e këshillon, e ke ndihmu. Kjo s'ka si del ndryshe. Njeriu i mençur që pak logjikon, pak është i vëmendshëm në këtë, kur dikush ta thot një fjalë të mirë, të këshillon, të porosit, të sugjeron, të ka ndihmu në jetë. Pra, atëherë kur urdhëron në të mirë, për të mirë, ke ndihmu besimtarin. Dhe kur ndalon nga e keqja, e ke shqetësu munafikun, e ke shqetësu njerin e prishur, e ke shqetësu dyftyrshin. Abu Darda rahimahullah thot, duhet të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Për ndryshe, Allahu do t'ja sjell një pris, një të par, një kryetar, një udhëhec, zullumqar, të padrejt, dhe nuk do të respektohet i madhi, e as nuk do të mshirohet i vogli. Një tjetër prej dietarëve këshillon dhe thot, kur është pyetur Hudhaifa rahimahullah për njeriu e vdekun apo për gjallin të vdekun, ndoshta kjo fjali pak e çuditshme. Mos harroni të nderuar shikues se kemi njerëz të gjallë, jetojnë, gjallërojnë, sillen në mesin ton, por në shoqëri konsiderohen si të vdekun. Kemi njerëz të cilët kanë vdek, por ende jetojnë në mesin e njerëzve dhe shoqërisë të gjallë për shkak të veprimeve dhe punëve të tyre të ndershme. Hudhaifa është pyetur, ka thonë, për vdekurin e gjallë. I gjallë është, po i vdekun, është sikur se i vdekuni. Ka thonë, ai i cili nuk e pengon të keqen me dorë, e as me gjuhë, e as me zemër,
ky njeri është i vdekur edhe pse është i gjallë dhe jeton në mesin e njerëzve. Ti a dëshiron të jesh i gjallë duke udhëruar në të mirë dhe ndalu nga e keqja, apo dëshiron të jesh i gjallë i vdekur duke mos urdhëruar në të mirë dhe duke mos ndalu nga e keqja? Sufjani thot, aq e ka pas shqetësimin, gatishmërinë për ta luftuar të keqen, për ta penguar të keqen. Ka thonë se ndonjëherë edhe këtij ju është dhënë mundësia dhe është shqetësu për shkak në momente dhe raste të caktuara kur nuk ka pas mundësi ta largoj dhe ta eliminoj të keqen. Ka thonë për vetvete, vërtet kur unë e shoh një të keqe dhe nuk flas, urinoj gjak. Pej mundit, pej shqetësimit, ka urinuar dhe gjak. Të nderuar shikues, duhet të urdhërojmë në të mirë, duhet të ndalojmë nga e keqja, atë sa kemi mundësi, atë sa kemi potencial dhe fuqi të pengohet e keqja. Dhe shkallët dhe nivelet e pengimit të së keqes, nga hadithi i lartë përmendur mësojmë se ajo duhet të largohet me dorë. Pastaj duhet të largohet nëse nuk ka mundësi me dorë, duhet të largohet me gjuhë, të flitet për to apo të shkruhet. Dhe faza dhe niveli i tretë dhe i fundit është kur njeriu nuk e ka mundësinë dhe fuqinë të parës dhe dytës, ndonjëherë edhe nuk mundet me fol. Ndonjëherë edhe nuk mundet me luftu të keqen edhe nëpërmjet gjuhës, nëpërmjet komunikimit, nëpërmjet mediave e tjerë. Atëherë ta urrej me zemër. Po kjo është pjesa më e dobët e imanit dhe besimit. Dietarët kanë thonë, nëse edhe kjo nuk gjendet tek një njeri, aty në atë zemër nuk ka iman, nuk ka besim. Nëse penguash për ta larguar të keqen me dorë, për ta penguar të keqen, nuk mundesh me dorë dhe nuk mundesh me gjuhë, kush po të pengon që ti me urrejt me zemër të keqen? Me urrejt me zemër haramin, me luftu me zemrën tonë dhe haramin, nëse edhe këtu ti nuk ndihen, nuk ke ndjenja, atëherë nuk ke iman dhe besim. Sepse pjesa më e dobët e imanit, më e ulta, shkalla më e ultë është që të urrehet e keqja edhe me zemër. Të nderuar, largimi së keqes, pengimi i saj i ka kushtet, i ka rregullat. Besimtarët duhet të jenë vëmendshëm. Besimtarët duhet të jenë syçel, që në momentet kur ekziston një dukuri negative e keqe, dhe mashallah të keqet, të këqijat kanë marrë për masa të mëdha, por ato i kanë kushtet dhe standardet se si duhet veprohet në rastet tilla. Prej kushteve të urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja është që personi të ketë dituri dhe të ketë njohuri për atë keqe, për atë haram dhe gjuna. Pastaj, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja kërkon butësi, ëmbëlsi. Njeriu duhet të jetë i butë, jo i vrasht, jo i rrep, po të tregoje u butësi dhe tregoje ëmbëlsi. Pastaj, njeriu duhet të jetë durimtar, sabërli. Në raste dhe momente kur edhe etiketohet, edhe akuzohet, edhe flitet për te, keq e për keq. Ti nderuar i vëlla besimtar, motër muslimane, që mundohesh ta praktikosh islamin, që mundohesh të krijosh klim islame në familjen tënde, në shtëpinë tënde, ta zbatosh dhe jetësosh atë sa ke mundësi islamin,
ti edhe në shtëpin tonë dhe akuzohesh. Ti motër muslimane nëse e ke vendu shamin, e qënë një urnë të Allahut Azza wa Jall në vend, akuzohesh prej tjerve. Akuzohesh. Ti që e ke vendu shamin, që dënë me qunë në vend një urë të Allahut Azza wa Jall, musohabet motër muslimane, e ndëruara motër musohabet, se ke akuzat ndryshme. Ti e ke vendu për Allahun, për e të Allahut, ta qësh një urën të Allahut Azza wa Jall në vend, dhe të tjertë thojnë dhe flasin, je e paguar. Subhanallah. Shikoni dhe ndëgjoni kësi marzira sa dush, kësi poshtërsi dhe kësi fjal, kësa etiketimesh. A pas ka dikush që po jip ka para për me vendu shamin? Subhanallah. Një gjë tillë nuk mund me ndodh. Dikujt mund ti merresh me zor, po ti japësh me zor nuk ke mundësi. Por ai apo ajo që e vendos shamin, mbulesën në kokë, e zbaton një urë të Allahut, dhe kjo nuk bëhet me asgjë tjetër vetëm se me bindje, me iman dhe besim. Pse flasin? Pse etiketojnë? Pse akuzojnë? Ti motër muslimane mos u lodh. Mos u mërzit, por bëho e dërueshme, bëho e qëndrueshme, nëse edhe familjen nuk e ken për krahje, nëse edhe të afërmit nuk i ken për krahje, nuk ka lidhje dhe nuk qën pesh, se ti e ke qunë një urën të Allahut në vend, dhe për krahjen e Allahut e ki deni në ditën e gjykimit. Ti nderuar i vëlla besimtar, ti i cili ke vendos me fal namazin, ke vendos me ju kthy Allahut të lartësuar, ti përulesh Allahut në sejdë, ta madhrosh Allahun tënd, krijuesin tënd, furnizuesin tënd, gjithë mëshirshmin mëshiruesit që ti ka ofruar të gjitha të mirat. Ke vendos të jesh mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall, duke fillu prej namazit që puna dhe çështja kryesore është namazi. Ti etiketohesh, mos u habit, mos u mërzit, se nuk je as i pari dhe as i fundit. Ose do të thonë, qka u bo me këto uqment që po shkon në xhami? Ose do të thonë, apo do të nëveshin etiketimet ndryshme si ndëgjohen dhe si gjinden njerëz të tillë të akuzave etj etj. Por ti bëhu i qëndrueshëm, bëhu i fort, mbështetu në Allahun e lartësuar, se ndoshta në kohën xahilietit, ignorancës, para se me u kthy në islam fe, ke bën dhe një veprim të keq apo pa pëlqyeshme, jo të mirë, askush ndoshta nuk të ka thonë pse po e vepron, po ose ta ka rreh shpindën dhe ka thonë hajt ecte para se kështu duhesh të veprosh. Ndërsa tani, kur ke fillu me e besu Allahun mirë, kur ke fillu me e qu urdhën e Allahut Azza wa Jall në vend, vijnë akuzat dhe etiketime. Nëse ke shku në një vend ku Allahu Azza wa Jall e ka ndalu bot harami aty, dhe është hidhrimi Allahut Azza wa Jall, nuk të ka thonë askush, por aty ku shkon me u përuj Allahut Azza wa Jall, me ndo kokën në sejdë, me e madhru Allahun Azza wa Jall në xhamit e Allahut, aty flasin gjithë shka. Por ti mos u tremb, mos u lodh, mos u mërzit, sepse Allahun e ke me vete, dhe ndihma e Allahut është me besimtarët, është me njerëzit që i respektojnë, me njerëzit që i pranojnë këshillat, i pranojnë porosit, dhe me ata të cilët urdhrojnë në të mirë. Mbështetu në Allahun, por duro, qëndro, se janë akuzu edhe pejgamber të Allahut. Pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i ka thoni çmendun.
I kanë thonë rëndz gënjeshtar. Qka s'mos i kanë thonë? Por pejgamberi Allahut, i durueshëm, i qëndrueshëm, mor misionin dhe mesazhin islam për ta përcjell mbar njerëzimin dhe daveti, thirrja islame pat sukses sepse ai e ndëgjoi Allahun. E respektoi Allahun edhe ti vëlla besimtar. Motër muslimane, ndëgjoj Allahun. Respektoj Allahun. Do t'jesh i nderum, do t'jesh i privilegjum, do t'jesh i respektum. Nëse fiton dashurin dhe mshiren e Allahut, e fiton faljen e Allahut azza wa jall, Allahu i urdhëron banorët e qiellit që ty të duan, të respektojnë dhe të nderojnë. Më pas, ai nderim dhe respekt zbret edhe tek banorët e tokës, tek njerëzit. Kështu që nëse ke vështirësi në hapat e parë, ke vështirësi në fillim, mos harro se në hapat e më të tjeshme do të vi lehtësimi, do të vi fladi, rahmeti dhe mshira e Allahut, dhe të tjerë do ta kuptojnë misionin, vizionin, qëndrimin, gatishmërin dhe sakrificën tonde që ti e bën për Allahun. E lusë Allahun e lartësuar që ti mshiroj besimtarët. E lusë Allahun azza wa jall që atyre t'ja ushtoj sabrin dhe durimin, që të kenë mundësi të kontribojnë në urdhrimin e të mirave dhe ndalimin nga të këqijat. Të nderuar shikues, jemi prej atyre që ne urdhrojmë në të mirë, jemi ne prej atyre që ndalojmë nga keqja. A dëshirojmë të jemi besimtar të mirë? A dëshirojmë të jemi besimtar të sinqert? Atëherë le të urdhrojmë në të mirë dhe le të ndalojmë nga keqja. Të nderuar shikues, nëse nuk mobilizohemi që të keqët, të këqijat t'i pengojmë, prindi, babai në shtëpi, mësuesi, arsimtari, profesori në shkollë, hoxha në xhami dhe të tjerët sipas pozitave që kanë, atëherë do të vi dënimi i Allahut e më pas nuk mëshirohet askush. Do t'i kaploj dënimi i Allahut azza wa jall të gjithë. Por le të jemi vigjilent dhe syçel që ne të angazhohemi, të mundohemi që ta pengojmë të keqen, kështu që ta realizojmë apo t'i marrim shkaqet dhe sebepet që të kemi mundësi të realizojmë suksesin, fitoren dhe shpëtimin në dynja dhe në ahiret. Krejt në fund, të nderuar shikues, e lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na mëshiroj të gjithëve, të na vetëdijsoj që t'i kthehemi Islamit, që t'i kthehemi Kur'anit, t'i kthehemi dijes, t'i kthehemi burimit, t'i kthehemi mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Vetëm duke ju kthy fes, kemi mundësi që ti te kalojmë telashet, sprovat. Vetëm me fe, të nderuar shikues, mund të arrijmë sukses dhe fitore. Vetëm se me fe dhe me din, me Kur'an dhe Sunnet, mund të arrijmë sukseset pa para. Sepse Allahu azza wa jall është ai i cili na garantoi se ata të cilët i kthehen fes, i kthehen besimit, moralit, i kthehen Kur'anit, i kthehen Islamit, ata do të jenë fatlum dhe ata do të jenë të lumtur në të dy botrat. Allahu i lartësuar dhe i dërguar i tij na mësoi që ne të lutemi për të mirat e kësaj dynjaje. Të mirat e kësaj dynjaje janë po ato të cilat Allahu azza wa jall i ka bot lejuara, dhe ne vazhdimisht lutemi me duan lutjen Rabbena atina fid dunya hasana, o
Zoti jo na jep të mira neve në dynjan këtë botë. Wa fil akhirati hasana, dhe na jep të mira në atë botë. Wa qina adhaban nar, o Allah ruana prej zjarmit xhehenemit. Rabbi kfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Zotim, më fal mua, fali prindërit, dhe fali të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, u lënë në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Gjerë në takimin e ardhshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.